Ish kryetari i parlamentit dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Servet Pëllumbi, i cili u nda nga jeta një ditë më parë, u përcoll këtë të mërkurë në banesën e fundit. Homazhet për ish kryeparlamentarin u mbajt në Teatrin e Operës dhe Baletit, teksa familjar, miq dhe figura të ndryshme politike i dhanë lamtumirën. Djali i tij, ish deputeti socialist Arben Pëllumbi, e cilësoi largimin e babait si një boshllëk. Megjithatë u shpreh se figura e Servet Pëllumbit do të mbetet për gjithmonë. Fjalët e tij, këshillat, prania e qetë, të gjitha këto do të na shoqërojnë për gjithmonë. Sot duhet të them me krenari që jam djali i tij. Ndonë se kishin qëndrime të kundërta. Për kryeministrin Edi Rama, ishte eksponenti socialist, ishte një figurë që duhej vlerësuar. Profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, dhe ka qenë një nga mësimet më të çmuara të gjithë të rrugtimit tim, përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist. Miku i tij, ish deputeti socialist Namik Dokle, tregoi dhe sfidat e Servet Pëllumbit gjatë kohës kur dha kontributin e tij në politikë. Në periudhën më të vështirë të socialistëve në opozitë, kur kryetari Fatos Nano ishte në burg, ai mbajti mbi supe përgjegjësi të mëdha, i përballoi ato me sakrificë dhe drejtoi partinë me maturi, guxim dhe integritet. Homazhet bashkuan të majtët dhe të djathtët, teksa të gjithë nuk i kursyen vlerësimet për ish kryeparlamentarin. Ishte një lider politik me integritet të plotë. Ai arriti që ta menaxhonte të majtën dhe sidomos Partisë Socialiste me shumë sukses përballë represionit të jashtëzakonshëm. Ka qenë një nga zërat më të ekuilibruar. I dha dinjitet Kuvendit të Shqipërisë, por besoj dinjitetet e të gjithë deputetëve të Kuvendit. Pas ceremonisë, kortezhi u shoqërua për në varrezat e Sharrës. Servet Pëllumbi njeh si një nga deputetët më jetëgjatë të Kuvendit të Shqipërisë. Në vitin 2002, ai u zgjodh kryetari i parlamentit, postë të cilin e mbajti deri në vitin 2005.